bashkohor dhe sporti janë takuar në një dialog të pazakont në hapësirën e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Butësia kontrollon fortësinë e artisteve Anais Horn dhe Verena Valls është prezantuar aty si projekt që ndërthur mediume të ndryshme artistike për të reflektuar mbi kuptimin e heroizmit, disiplinës dhe forcës në shoqëritë bashkohore. Me fotografi statike e lëvizëse, si dhe me performancë artistike, janë eksploruar koncepte të ndryshme që mund të bartë butësia. E kuruar nga Blerta Hoxhia, ekspozita sjell para publikut hulumtimin e dy artisteve të përkthyer në vepra vizuale që ju shpalosën publikut të premten mbrëma. Verena Valls ka shpjeguar idenë e trajtimit të praktikës së tyre në kontekstin e Kosovës. Ka mendu po është diçka shumë interesant që medalja olimpike e parë ka marrë një femër. Masa ne kemi mendu për qikat e reja që janë të ushtru judo. Edhe qashtu kemi nisë bashkëpunimi, edhe kemi kontaktu klubin e judos, edhe qashtu gadar. Procesi ka gjatë shumë. Po, derisa kemi arrit deri në fund këtu. Masa ne kam fillu me lecu manualt për judo për shembull, shumë kam hulumtu sendet për filosofin judos, se s'kam ditë për para për shembull. Vepra ngrihet si një lloj instalacioni tekstili ku imazhet e judisteve të reja qëndrojnë të pavarura, por duke i parë në pozita të ndryshme të hapësirës, imazhet edhe kombinohen midis vete si rrjedhoje transparencës nga materiali i hollë në të cilat janë printuar fotografitë. Ato janë realizuar nga artistja Anais Horn e lindur në Graz. Ajo tregon se bashkëpunimi me vajzat judiste kërkonte besim dhe kohë. Nevojite një lloj besimi që mund të bësh këtë lloj portretesh intime dhe të zhvillosh këtë lloj intimiteti që është diçka që vjen nga puna jonë paraprake, që është shumë e rëndësishme për mua. Është një lloj fotografie dokumentare, por duke u përpjekur të përfshijm këto judiste. Puna shkoi mirë dhe bën fotografi gjatë seancave trajnuese, por gjithmonë duke u përpjekur të jenë në plan sa më të afërt, që të kenë një lloj intimiteti. Nuk kishte lidhje mosha, por mbase më shumë kahu i karrierës së tyre, i cili ende nuk është arritur, por është në lëvizje. E kuratorja Blerta Hoxhia ka paralelizuar fotografitë e vajzave në fotografi me imazhet e figurave të shquara në katin sipër bibliotekës. Punët artistike, cilat e shihni të varura shumë monumentale, këto fotografi që portretizojnë këto vajza të reja, do t'i shohim pak si në adhurim, dhe po të veni re janë së bashku edhe me portretet e baballarëve të kombit ton. Pra, duke qenë që ata janë të gjithë meshkuj, në këtë rast artistët kanë dashur që të vlerësojnë pak më shumë edhe jo vetëm femrat, feminilitetin, po edhe rinin. Ekspozita Butësia kontrollon fortësinë e artisteve Anais Horn dhe Verena Valls mbetet e hapur deri më 15 maj.